Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski ka njoftuar se në Kroaci është miratuar një ligj me të cilën shoferët profesionist do të mund të marrin viza afatgjata. Nikolovski ka theksuar se kjo është realizim i marrëveshjes që e kishin bërë me zëvendës kryeministrin dhe ministrin Oleg Butković në janar të këtij viti. Zvicra tashmë lëshon viza afatgjata, presim që edhe shtetet të tjera të bashkohen. Vazhdojmë me zgjidhje konstruktive për shoferët tanë profesionist, ka deklaruar Nikolovski. Kjo është një hap përpara në zgjidhjen e problemit që lindi me vendosjen e sistemit ES në zonën Schengen. Ky ligj do të ndihmojë shumë shoferëve profesionist maqedonas. Për shoferët kjo nënkupton qëndrim dhe tranzit më i lehtë nëpër Kroaci dhe BE, shmangje e procedurave të shpeshta për rinovimin e dokumenteve dhe transport më i shpejt dhe planifikim më i lehtë i rrugëve ndërkombëtare. Përveç Kroacisë dhe Zvicrës, që tashmë praktikon lëshimin e vizave afatgjata, Ministria e Transportit pret që edhe shtetet të tjera evropiane së shpejti t'i bashkojnë kësaj nisme, me qëllim sigurimin e zgjidhjeve konstruktive për sektorin e transportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.